إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë e falenderojmë, për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë diçka nga libri i Allahut, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët dhe shpjegimet e dietarëve të muslimanëve, në mënyrë që të shtojmë devotshmëritë tona edhe përfitimet e tona nga ky muaj i begati Allahu subhanahu wa taala. Ne e përcollëm 2/3 e Ramazanit dhe kemi hyrë në pjesën më të mirë, më të në vendin ku fitohet më shumëti për sevapeve dhe shpërblimeve të Allahu subhanahu wa taala dhe dhjetësi i fundit. Andaj të ndalemi sot me lenin Allahu te bareke ve taala me disa prestacioneve, të shohim se ajo e cila kërkohet konkretisht prej neve, a jemi duke realizuar apo jo? Apo mos vallë ndoshta Ramazani po kalon një lloj rutine e përsëritur prej veprave dhe gjërave të cilat ne vazhdimisht i bëjmë kopje, ndërkohë që efekti atyre veprave nuk ka arrit në zemrat tona. Allahu subhanahu wa taala ka bërë agjërimin mundësi e artë për të fituar xhenetin e Zotit Gjelle Gjelalu. Dhe kjo ka njëherë duket sikur te ne përsëritet llaf dhe muhabet dhe fjalë ligjërim i cili kalon një lloj kopje e shtuar, mirë po nuk kalon në zemra dhe nuk kalon në vepra konkrete. Andaj të nderuar xhamatli, Ramazani është me të vërtet mundësi për ndryshim, me të vërtet mundësi për ta tjetërsuar krejt jetën tonë, mirë po duhet besimtari ta merr shumë seriozisht Ramazanin dhe ta shfrytëzon Ramazanin ashtu siç ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Andaj nganjëherë ne mendojmë se kur e përsërisim një temë apo flasim një temë, mendojmë se çashtu duhet. Pra tema e hoxhës duhet më kanë që kjo ndryshimi në Ramazan, si të tjetërsohemi në Ramazan, si të pendohemi në Ramazan, dhe mbetet kjo me çfarë? Mbetet kjo me fjalim dhe dëgjim dhe me kaq përfundohet. Ndërkohë që në jetën reale shumë pak preket ajo e cila flitet për ndryshimin. Për këtë arsye nuk është tema e ndryshimit, tema e pendimit, tema e përmirësimit dhe ndreqjes dhe merremetimit vetëve tona, tema e cila e ka vaktin Ramazan. Jo. Kjo vaktin e ka sa herë. Pendimi, përmirësimi, vaktin e ka sa herë. Gjithmonë duhet me folë për mu përmirësue. Gjithmonë duhet të përmirësohemi dhe para se të flasim për përmirësimin. Ligjërimi dhe dersi dhe vajzi e ka për qëllim veç me të kanalizu dhe me të udhëzu nga me ndryshu. Dhe si ti shfrytëzosh udhëzimet për të ndryshuar vetveten nga më e mira, por ndryshe ti dush më kanë në proces. Ti du më shikon rrugë të ndryshimit. Andaj ndryshimi nuk është muhabet që na e bëjna. Pendimi dhe përmirësimi nuk është muhabet i vaktit Ramazanit. Jo, kjo është qëllim. E për që ta ninojna, për që ta agjërojna, për që ta falmi, që të bëhemi besimtar të cilët i da Allahu Gjelle Gjelalu, besimtar të cilët i pranon Allahu subhanahu wa taala. Jo krejt agjëruesit Allah i pranon, jo kitë karakteret tona Zoti i pranon, jo kitë çka deklarohen besimtar Allahu i pranon si besimtar. Allah thot në Kur'an, në surën Al-Baqara, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, ka nga njerëzit që thonë edhe ne jena besimtar, ka nga njerëzit që thonë edhe ne jena musliman. Allah thot wa ma hum bimu'minin, që janë besimtar ata. Pra, deklaratat tona edhe letërnjoftimet tona jo domosdoshmërisht kallëzojnë për një realitet të caktuar. Ka mundësi mu falsifikua jo, ka mundësi me qenë e rrema jo cilën na e deklarojna. Për këtë arsye, ndryshimi për nga më e mira, përmirësimi për nga më e mira nuk është muhabet,
Dhe nuk është diçka e cila bëhet çfarë? Diçka e cila bëhet pse tash në Ramazan duhet me bëj këta. Jo, na duhet shumë seriozisht që në Ramazan me të vërtet të përmirësohemi dhe pendohemi dhe të dalim tjerë, duhet me dal me iman më të madh. Dhe që do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye, kjo nuk duhet me kalu në rutinë që çta na tash për shembull xhamatli plot thonë çtash Ramazan, hoxha kallzon për pendimin, për përmirësimin, për merremetimin, për ndryshim. Jo. Edhe mos me kallzo hoxha ti dush më përmirësu. Edhe mos me të folti dush më përmirësue. Edhe nëse nuk e dëgjon një ligjërat caktuar për pendimin ti dush më pendu, se është muaji i pendimit, është muaji i ndryshimit e kështu me radhë. Andaj ndryshimi nuk ka temë e cila ne e mbushim Ramazanin. Jo, është realitet që duhet me ecë në ta shtrati i besimtarit. Jeta e besimtarit du më kanë komplet sistem ndryshimi, du më kanë pendim. Ja ju e ledhine amenu, dhe të Allahu gjelë, ojë të se të kënë besuar, tubu ila Allah, pendohuni të Allahu, pendohuni të Allahu gjelë gjelal. Për këta sujtë të ndëruar që mërli, le të marim Ramazanin, me se kemi ka funi, për e kemi finale. Të jemi për një met që dojna me ndryshu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Puna e cila duhet na shqetëson dhe të na nëzit për ndryshim nga me e mira në Ramazan, cila të ndëruar që mërli. Në Ramazan ishtojmë adhurimet, ishtojmë veprat e mira. Për shembull, e kemi namazin ditor, e kemi shtu edhe taravijën. Nuk kena ninu jashtë Ramazanit, ja Ramazan ninojna. Ai që s'ka lexuar Kur'an mundohet Ramazan me lexu pak më shumë Kur'an. I kemi për shembull dikush që ka mundësi me dhon sadaka apo zeqat, i ban Ramazan dhe i shton veprat, i shton ziaretin e kështu me radhë. Dhe këtë është shtimi i veprave, i shtimi i veprave. Mirë po, ky shtimi i veprave të ndëruar xhamatli nuk po bëhet në bazë kuranore. Qysh nuk bëhet në bazë kuranore? Sepse Ramazani të ndëruar xhamatli, shtimin e veprave e llogarit në bazuar në mbledhjen e fuqisë, jo harxhimit të fuqisë. Çka i bie kjo? Allahu ja thot kutiba aleikumus siyam, juve u është obliguar agjërimi. Mirë, pyetja parashtrohet. Si shtim i pasurisë dhe takatit apo si çka? Apo si harxhimi i takatit? Jo, Allah thot si shtim. Qysh si shtim? Pra ne në Ramazan kur agjërojna, edhe kur shtojmë ibadetet dhe adhurimet, na realisht duhet të bëhemi më të fortë për adhurimet tjera jashtë Ramazanit se sa mu harxhue. Shpesh herë ti gjen shumë prej muslimanëve në Ramazan harxhohet. A realisht ajo dosh më mush. Çka i bie kjo? Ti kur e fut në mbushje telefonin tan, apo nëse s'ka rrym apo s'punon ai mbushësi apo teli edhe nuk përçon bateri, atëherë çfarë bën? Ti ka mundësi e ma aty 10 ditë. Ama nëse ai nuk mbush, ai nuk funksionon. Tani, si e kuptojnë shumë prej muslimanëve agjërimin edhe Ramazanin? Ta është Ramazan harxhomi mirë, sa muj ku duhet me punue, ku duhet me ishtu veprat, edhe me bajram mos e morë në vetën. E kjo nuk ka rregull, sepse Ramazani realitet vjen çfarë? Me të mbush. A e kupton, me të mbush edhe 11 muj ti me pas takat me bë adhurime. Me bë adhurime. A te na ndodhe kundërta? Te na për shembull çish ndodh? Te na për shembull Ramazan harxhohen njerëzit. A Allahu gjithë do të na e kemi pru Ramazanin me ju mbush. E mirë, neve Ramazani apo na mbush apo na harxhon? Shikoj musliman. Taravija që ti e fal, atë ka bë më të zellshëm farzin e Allahit, ama dopt. Nëse a e kundërta ti ka e prapa i të punuar. Ti ka e prapa i të punuar. Nëse agjërimi jot nuk të ban më të zellshëm namaz, edhe më të zellshëm, pra me më flak ti ban, me më dëshirë të flak ti ban vepra të tjera, atëherë ti gabimi je. Pse të ndëruar xhamatli? Sepse Ramazani nuk vjen me na harxhu, po vjen me na mbush. E pse neve na harxhon? Se s'dina me mush. Ne bahana harxhon. Por shemu sapi muslimanëve mas bajramit menzi moni fars që e fal. Se jam lodh në Ramazan, thot. Shumë na lodh. Fashmi taravi, shumë vepra kena bo. Kena ninu 30 ditë. Jo be kundërta komplet. Ramazani ka për qëllim që ti kur ti shtosh adhurimet në muajin e shenjtë të Ramazanit, që jashtë Ramazanit me pas takat, çfarë?
për me ecë edhe ma ndej me veprat të mira. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, ta shfrytëzojmë Ramazanin për të mbush me energji për të vazhduar me veprat mira dhe jo për të harxhuar këtë muaj. Sikur që na e shohim na plot për njerëzve. Na harxhojmë bile, na harxhojmë energjinë brenda Ramazanit. Na harxhojmë, neve na harxhohet bataria brenda Ramazanit. Çish na harxhohet bataria? Apo, shiko për shembull me farzët. Shiko njerëz për shembull. Të nderuar xhamatli, vullnetarja në Ramazan është vetëm me të mush me dhën takat që farzin me bë më mirë, jo ana sjelltas. Ti nuk guxon në emër të vullnetarës, nuk guxon në emër të vullnetarës me e cungu farzin. Zguxon, sepse ti e tu fal shtesë për me e bë ala më mirë farzin. Për me bë ala më mirë farzin. Nëse e supozojnë ashtu, nëse e ke fal sabahin pi argjendi, duhet vullnetarja me ta bë namazin të altanit, e jo ti me harxhuen vullnetare edhe me ra namazi pin argjend hekur, e pin hekur me ra alema poshtë. Për këtë arsye ne du t'ja shtojmë cilësinë veprave tona në Ramazan, e jo ta harxhojnë vetvete, sikur që i ndodh plot pi njerëzve. E ban Ramazanin muaj ku mos ka, kitë takatin e shpas aty. E jo, nuk është Ramazani për me nazbraz, por Ramazani është për në mbush. Andaj Allahu subhanahu wa taala neve na e ka zbrit këtë muaj dhe na ka mundsuar këtë muaj që ne ti mbushim bateritë tona, energjitë tona, që të vazhdojmë me veprat mira dhe më andej. Të kena takat për shembull që edhe më andej mu fal, edhe më andej me agjërue na file, e ma apet me lexu Kur'an, apet me dosh Allahun subhanahu wa taala eksumerat. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Ramazani nuk ka ardhur me ti zbraz dhe me ti harxhu këtë fuqit. Jo, ka ardhur me ti mbledh fuqit, me ti renit fuqit, me të kallëzu se ti mundesh me renit fuqit edhe me i përdor ato në levërditë tua. Tjeta të ndëruar xhamatli që duhet ta kemi parasysh në Ramazan, cila është? Në Ramazan të ndëruar xhamatli, besimtari a tham që këtë energji që e ka grumbullu edhe po e harxhon. Edhe shiko, që kjo energji e grumbullume po ja mundson ati mi bo një varg veprash, e cila pasaj pezullohet jashtë Ramazanit. Zakonisht njerëzit ku e lipin problemin, po i valla Ramazan, edhe i falqa 5 vakt namaz, edhe taravi, edhe një nushëm, edhe i mri shaket, edhe në pun, edhe ata, edhe këta, krejt i mri. Në regull, pse jashtë Ramazanit së munësh? Sepse, nuk din me e rëndit energjien. A Ramazanit po të mëson qëfar? Se energji ka, veç duhet me dit me shvizue. Por qembo, pa dit me shvizu rrimën, së ne ka dhe sterin. Ama me dit me e regullu, qka bëhat? A i mjeshti cili e din rrimën, e përqon. Sa i duhet dritës, sa i duhet bojlerit, sa i duhet frigoriferit, sa i duhet shporetit, sa i duhet kësaj, i ndan me krejt me voltash, dhe si cilës ja jep qatë sa i duhet. Regull? E mirë, kur jep qatë sa i duhet, energji ka të mjaftush me mikal ketë për njëherë. Edhe me ketë me punu për njëherë, as qënë atë ketës nuk ja ha energjien. Nuk ja merë bojleri frigoriferit, as frigoriferit dritës, po i ka të ndara. Pse? Se i shlon energji qatë sa i duhet që sa i pjese. E qka bëhet të na? Na shpesher nuk di me nda që këtë voltash të veprat. I shlojnë një veprat, sa jo s'ka qasë nevoj qasë voltash, na jap në shumë voltash. Për që më sa për njëzve, për shemull, shtash kina me shku me taravi, edhe mo demek mledhu e... Ka do dhe më qaj do mledh, ashtu. Ti të mledh si në luth me shku. Mëse bank ishe demek taravi, jo vla. Namaz vullnetara. I ban në gjaj ki ba. Tash, për shemull, ka me lexu një 2 faqe Kur'an. Për 2 faqe Kur'an, ki mledhët e shtrëngot. Nuk ka nevojë, vla. Se nuk i të shluet ti do një kamion të madh për me ashbra gjithat energji. Apo, nëse drita e vogël, a ti qon energji për qfar? Për diçka të madhe. Atër qfar ban? Edhe atë dritë në gjek. Se shumë energji ki quë, nuk i duhet asaj qash energji. Asaj duhet pak energji sa mu kallë, sa me e shpizua që ta. E nëse ka nevoj për ma tepër, e muslimat që ka bojnë ka njerë, shkon i shlon energji ma tepër, edhe hargjohet. Edhe jo komplet, e hargjon rrimën, e hargjon takatin, as nuk ka dhe dritë, as punon mirë. Për çfarë arsye? Se s'ka menaxhim të fuqijes. Ramazani çka po të kallzon? Dush me rregullu këtë tamam. Dush me lën vend për sifir, për iftar, për mos me hangër, pastaj pak për me bë llogari,
për punë, pak me llogari për gjumë, pak me llogari për Kur'an, pak për taravi, pak gjithçka dush mi dhanë energji të caktuar. Nëse di mirë me që ta me rregullue për secilin insan ka takat. A Ramazani a dushmi? Sa qindra vepra, mia vepra bën Ramazan nga grumbulli muslimanëve. Jashtë Ramazanit zbahet, se s'menaxhohet, nuk rregullohet. Andaj, nëse rregullohet mirë energjia, pra energjinë e ki, nëse e ndan mirë, si cilës sa i duhet, mos i jep më shumë zor se sa ka nevojë. Atëherë nëse ti harxhohesh sa duhet, për shembull, që ta kuptojmë më thjesht, le energjinë. Për shembull, nëse ti e paguën dikun bukën 100 euro, 1 kilogram bukë, ajo është 30 denar, 35 denar. Edhe tash ti thu, po unë e kam paguajt 100 euro, është shumë dolën parët as për ujë. O vëlla, ka bëmë ke paguajt 100 euro, sa 100 euro buka. E kur ti e pagun sa s'duhet një diçka që ka shumë më lirë, normal se s'dalin parë për diçka tjetër. Ama kur i menaxhon krejt, për shembull, një menaxhues i mirë, ka mundsi me një rrok ja del shumë prej seneve. A njëri për shembull me një natë i harxhon. O valla mu tan muin s'po m'dalin, po s'dalin valla. Po ti dini me një natë ke harxhu krejt. Ama ai cili do më dha mirë, do të ka dalë. Se muji si ka vesh një ditë, i ka 30. Çe kaç për një javë, çe kaç për një javë, kaç për rrim, kaç për ujë, kaç kur di me menaxhu mirë, edhe çfarë? Edhe ka energji, edhe ti e nuk ka lodh hiç. E ai cili ka harxhu për një natë, ha, ai nëse thotë, "Çfarë shoh më po?" Çfarë më po se ti harxhu krejt. Andaj në Ramazan nuk duhet të zbrazemi, por duhet ta mirë menaxhojmë kohën. Kjo është çështja që na mëson neve Ramazani. Tjetra të ndëruar xhamarli. Ramazani është lania e ujit dhe bukës edhe marrëdhënieve intime. Kjo është Ramazan juridikisht. Por se a ka qëllime kjo? Ka qëllime. I kemi përmendur disa prej tyre, e sot apo një shumë më rëndësi. Të ndëruar xhamarli, Allahu xhelal kur ka zbrit Kur'anin, gradualisht, kapak ajet për ajeti, sure për sure, ja u kanë nxjerr dunjaja mbi zemrave besimtarëve. Apo innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunjaja është argëtim, shëtitje, zbavitje, lojë e tjerë e tjerë. Vazhdimisht ajete kanë zbrit që i kanë kalit muslimanët se kjo dunja nuk o veni ku knaqet njeri, nuk o veni ku jeton njeriu, po është veni ku sprovohet. Është njeri ku duhet me e te kalu testin. Është veni ku ti këtu ke ardhur me dëshmue se je njeri rob i Zotit xhelel xhelalu. Të ndëruar xhamatli, agjërimi këtë qëllim e ka. Sikur që kanë ardhur plot ajete dhe i kallzojnë besimtarit, mos u mahnit, mos u wala yaghurrannakum, mos gaboje me u mashtru juve shejtani, ose mos gaboje me u mashtru dunjaja. E mirë, agjërimi çfarë qëllimi ka? Pse Zoti ta le dunjajan? Ti ujin që se pi, a s'ki të qeshme a ki? Jo ki? Bukën që se ha, a s'ki buk me anga, a i të agjëru? I të agjëruhe. E Allahu çfarë po thot? Çfarë po thot me agjërim? Ani pse i shes zinetet e kësaj bote, mësohu ka pak mës me dash këtë dunja. Mësohu, nisja. E mirë, ti që i agjërushim edhe une, a ja kena nis mës me dash këtë dunja, a si të vene iftari e qesna prap barabar? Ha, dunjaja e mirë. Nëse niftar agjërimi s'ka arrit me të kallëzu se kjo dunja nuk është e mirë, kjo dunja nuk o për jetë, dunjaja çka najna të jetue nuk është vendi jetës, nuk është vendi ku ne duhet të ngullim kam ta, po duhet gradualisht Allah me agjërim po thot këputu ka pak, këputu pi ujit, këputu pi bukës, këputu pi marrëdhënies, ka pak sahat. E këto sahat çka po dojnë me të kallëzu tyje? A ja ke nis me urrej dunjajnë, a alo e do shumë, a alo e do shumë. Allah po të këput ka pak. E na që po vojna, e tash kur na për agjëromi Allahu gjelalet nja, shiko, një vend po do me ta këput, nja po e ta lidh. E qka vojna na? Na gjërim, në vend se me na ushtu mali për gjennet, na niftar, ajde kismet për këthejme prap këtu. Jo, gabim o kjo. Allah po t'i këput kadal, dashnit për kësaj bote për me t'i lidh në akhirat. A jetu qudi shka në akhirat mu lidha jo? A tu të marë mali për akhirat a për dunja? Qëllimi agjërimit të ndëruar xhamatli, cila shkëputja graduale nga dashnit e kësaj bote. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma li wa lid dunya." Çka më lidh mu me dunjan? Çka më lidh mu me dunjan? Unë jam, ka thonë, sikur shembullin e njerit që kalon udhës, nalët me pushun dhe një pem, edhe qëfar?
edhe vazhdon rrugën. Ajo pema dunjaja. Andaj agjërimi duhet ka pak me t'i kput, me t'i fik ato dritat për këtë dunja. A ka nisë mu t'u fik diçka? A ka nisë me thonë, valla këshire, kam nisë mu gërdit për kësaj bote, kam nisë mu bezdis për kësaj bote, kam nisë mu lidh me ahiret. Zemra eme ka shku në ahiret. Zemra eme për do gjenetin Allahu Gjile Gjelalu. Kjo muhabet, ama du të me bo realitet. Andaj të ndëruar xhamatli, bukën që pelet të nditën, bukën që për të nditën, apo është ashton malin për bukën, a malin për gjenetin. Kur ta dash që këtë meseli e të agjëru, a dersa mali, kur ti e të agjëru, kur je ti agjëru pi bukës dhe ujit, ta ashton malin për bukën e kësaj bote, edhe ujin e kësaj bote, edhe grurin e kësaj bote, edhe mielin e kësaj bote, nuk je të agjëru që ishtë duhet. Ti po juridikisht je të agjëruhe, qëllimi si të gjunë ven. Allah i prap thot, po mu nuk, qa u dasht? Qka u dasht ti mes me hangre? Qa u dasht? Pse s'hangre? Ti prap mali të shtu për këtë botë. Deri sa mali nuk nashtohet agjërushëm për ahiretin, atër na nuk i na të agjëru që ishtë duhet. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, shpërblimin që ti agjërove, ku e i të prit? Në këtë dunjanë tjetërën. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men sa me Ramadhane imanen wahtisaben. Kush e agjeron Ramazanin, jo për hatër, jo pse çështo e kena gjetë na, jo për çepin e dikujna, imanen, pse i besojmë Allahu. Wa kuvetin e agjerimit e mëna pre besimit në Allahu xhela. E dyta, wahtisaben, ne sa po t'i bojna me ahiret. Shkon dunja, kush mund me më pague mua agjerimin? Kush më thonë, agjerove po, që e parët? Shka pare? E kundërta, Allahu neve na kallzon se atë shumë agjerimi është i lidhur për ahiret, sa që pak para se me arë bajrami, a marë na a japna? A jep ti fitrat a merë? Jo jep, pse jep? Për me të kallzu Allah se ketë kimi dhanti, ti këtu i vesh me hek, ti pse jep fitrat në fund? Për të regu se, sikur që e lash bukën, edhe lash ujin 30 dit, në fund edhe parët të jape paguj fitrin. Për çfarë arsye? Që shpërblimi i pastërt në besën ahiret. Andaj agjërimi jot duhet me tashtu malin për sofrën e ahiretit, jo për sofrën e kësaj bote. Duhet me tashtu malin për xhenetin e Allahut, jo për xhenetin e kësaj bote, jo për kopshtet e kësaj bote. Për këtë arsye matet e zemra jote, kjo që ti po ndërpren prej bukës dhe ujit, efekti ku atë quhe? Ata ka shtu malin, atë merë malin për xhenetin e Zotit, atu të shpizarmit. Ata kjo është qëllimi të ndëruar xhamatli, që ne gradualisht të shkëputemi pe kësaj bote, dhe të adaptohemi, sikur që a than Ibn Hazmi, adaptohu kadal kadale për me shku të Zotit Gjile Gjelalu. Adaptohu kadal kadale me shku të Zotit jo të bareke vë tjala. Tjetër të ndëruar xhamatli, cila është? E ka shtue agjërimi jot, edhe taravia jote, edhe Kur'ani jot, edhe çdo vepër e jotja në Ramazan, e ka shtu madhnimin e Zotit Gjelle Gjelalu. A dini të ndëruar xhamatli se prej citimeve kur'anore në vargun e ajeteve të Ramazanit është walitukmilu al-iddata walitukabbirullaah, që ta plotësoni muajin e Ramazanit dhe ta madhnoni Allahin. Qëllimi më i madh i këtë muajit të Ramazanit është walitukabbirullaah, me madhnu Allahin. Pse e të agjërua? Që ka thënë Allahin? Që këtë efekt, a ka fjale e Zotin në vepra tjera? Apo, ti tha Allahu, agjërova. A është i njëti efekt? Shtyp edhe efekt, shtype edhe zbatoje te ti, a është namazin njësoj? Zeqati janë njësoj? Ajetet e haqit a janë njësoj? Ajetet e gibetit kundër a janë njësoj? Ajetet e zinajës a janë njësoj? Ajetet e alkoholit a janë njësoj? Ajetet e kamatës a janë njësoj? Pra, ti kur agjërove, me thonë dikush, pësa agjërove? I tut në Allahit. A i tut është njësoj për vepra tjera? Qiko, argument që ti jetë të e zbatu pi madhnimit Allahit, dhe se agjërimit ta ka shtu madhnimin Allahut është çfarë? Kur ti njëtin efekt e ke përqu edhe në gjëra tjera. Për këtë arsye të ndëruar, walitukabbirullaah, shtohet madhnimi Allahut në zemër. Pi ketë Ramazanit të ndëruar xhamatli, shiko, ketë Ramazanit, krejt e kena mbledh që du me mrije. Po s'dul që kjo zemër e pastër, i jep i zorë, sa dush jep i zorë. Ne na t'i dhonë zorë tash, inneke kadihun ila rabbike kadha. Thëtë Allahu gjanë Kur'an, o ti insan, jetu lodh me lodhjet madhe.
Më lodhja, takate aty, ne në të shbas takate. Ama, ke që të takate. Apo, nëse ti e merë me pastru një sen, e merë me pastruhe, edhe mbledhën edhe 10 vetat njëtin sen me pastruhe, vinë edhe 100 vetat njëtin sen me pastruhe, edhe më vonë, mas 30 ditve, kiseni prapë viran. Qa dhe njerëzit? 100 veta, mbledhën se në pas kanë la. 100 veta, gjatat uje kanë hargjue, gjatat o mjetë e pastru se i pas kanë hargjue, a 5 veta, kjo se i në kanë viran. Para me në të ndërum gjëmatli 30 dit agjërim. Para me ndo zemra prap viran. E ku me të agjërim jo? 30 taravija i ke fal. Para me në me të me zemra viran 4 radhë. Alo me urrejtje, alo me smir, alo me zili, alo me mendimet shia, alo me mos në nështrim, alo zemra nuk i bindet mirë Allahu Gjelluala, alo nuk e do Allahu Gjelluala, alo nuk e do ahiretin, alo nuk e urrejn të keqen, alo është e lidh për mëkat. Çka argumenton? Se uji, sot të depërtua ti. Nuk ka të depërtua. Ke qëllimi Ramazanit të ndërruar, o lejtu kebirullah. Zemra juve të madhën Allahu Gjellë Gjellalu. A të madhën zemra eme Allahu Gjellë jo. A o pastru ke zemra jo. Prej kërkesave të para që Allahu ja ka zbit muslimanëve, cila ka qenë pastroni zemra të juve. Pastroni zemra të juve. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, para se më mëqua Allahu pejgamber. Para se më mëqua Allahu pejgamber. Me çka e ka bëu Allahu Muhamedit sallallahu pejgamber? Për çka e ka bëu? Për shkak flokëve? Për shkak sinjve? I ka pas sit më të mirë se të tjerë të arab? Jo. Ai ka pas vesh më të mirë se të tjerë të arab? Jo. Durt më të mirë se të tjerë? Jo. Ka thënë alayhi salatu wasalam hadith që ka thënë Imam Muslimi. Allahu i ka këshiku këtë njerëzit para se më mëqu mu pejgamber. Dhe i ka urrejt këtë. Pastaj ka fillu me zgjedh. Nga këtë njerëzimi e ka zgjedh zemrën time, zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me zemrën e ka zgjedh Allahu xhela xhelalu. I ka këshir zemrat e njerëzve, cila zemra më e mirë? Cila zemra më e mirë? Andaj kur i ka lavdruar sahabët, çfarë i ka thënë? Zemrat e tyre janë gatu mu kon në takvallok. Zemrën e ka hazër. Ti sa dush mu duk si musliman, sa dush ti me i dhon zor si musliman. Zemra apo si të metë kjo viran, apo ti veç fotografi ki dal, çka? Apo kur del dikush fotografi, a e ki po edhe më i mrol ti mahallës. Kur ti thojnë veç një foto, munohet ti shkreti që ato dakika ta qesën i siret, tu kesh. Ama a i shka e njët njëri që ka thot, o ki ka dalë veç për pasaport, kështu tu kesh. Se nuk ka ki i të kesh mës. Apo, se e njojnë. E mirë, ti a e një zemrën tane. A i thu të njerë zemrës tane, o ti si jeti që ka që e mirë që sham të munu unë e mushtir. Apo, zemra s'di me rejtë ndërruar që më li. Zemra s'di me rejtë. Zemra s'di me dasht me falsifikim. S'munësh parano për që me thonë dikush, thuj që ti njeri që e do, thuj që njeri që e do, ama fort e do, a ti hitë se do, munosh, s'di goja me fol. A mikrofoni a të fol, a unë jam të fol. Ja, mikrofoni veç e kalzon. Apo, ato shka janë jash me mujtë me nije, ama ki nuk a të fol, unë jam të fol. E goja jote, e nxira që ka e ko zemra jote. Apo ti kur se do dikan, i thot dikush, ani be maro ju kishe pe do, hajde që pe marona. Ama a i shka e disë që funksionon njeri origina thot, që ki kanë atë umaru, sa që te adasht. A kur e do dikan, ku e gjenat laf, ka dven, pse? A kini pa kur dikush e do një diqka, a kini pa që që përshun, valla kështu, pse? Se e do për një me. Mirë të ndërruar që më të li, qysh me e matna, këshërë me muabet, cëllin muabet e ki ma shumë. A kini pa kur qëllët tema e kësaj bote, ke e donë, për çka e ki për politikë që të kalzoj une, për ekonomi. Pse? Se zemra që aty, për dunjo, a ki pa që që ti nga kretë, si qëllë tema ahiretit, rak e ndrojnë a fletën. Qa me volë tash? Qa me volë na? Sepse nuk di zemra me rejtë, s'di zemra me dasht me zorë. Hajde duje me zorë, që ta du me vla me zorë? Shpe du me zorë? Andaj Allahu që dhëtë, habbebe i lejkumul iman. Allahu ja u ka bot të dash me imani. Ku? Që të në zemrë? Qëtë në zemër? Nëse zemra nuk arrin me e dasht ma shumë Allahin mas Ramazanit, dhe në Ramazan me e mbush alama te për këtë dashni, realisht ne po s'kena hangër buk sahatës, biqës të sahatit, ama kjo ala ka met katran, ala ka met viran. Andë ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ditën e kiametit, veç kush i ka zemrat e mira ka me shpëtue. E lusim Zotin e madh xhelle xhelalu në këtë xhumat para fundit Ramazanit, Allahu t'i pranon agjërimet tona.
Allahu t'i ban qabul namazet tona, Allahu t'i ban qabul të gjitha kontributet dhe veprat e mira tona, Allahu t'i shlin gjunahet e tona, Allahu t'i shlin mëkatet e tona. Allahu xhelal e lusim që çdo vepër të mirë që e bëjmë të bëhet sebeb ta fitojmë rahmetin e Zotit. E çdo gjuna dhe gabim që ja bëjmë Allahu na i trajton me rahmetin e vet, na i trajton me mëshirën e vet, na i trajton me maghfiretin e vet. E lusim Zotin e Madh xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson që këto net të mëdha t'i kalojmë në adhurime, t'i kalojmë në Kur'an, t'i kalojmë në lutje dhe ta zojmë natën e Kadrit duke qenë në sejdë dhe duke qenë në rukue. Ta bën Allahu te bareke ve teala për besimtarëve të devotshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.